Shqiptarët në të gjithë trojet dhe në diasporë kanë festuar 22 nëntorin ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, një nga datat më të rëndësishme në historinë kombëtare, që shënon unifikimin e alfabetit në Kongresin e Manastirit të vitit 1908. Në këtë ditë simbolike që lidhet ngushtë me themelimin e identitetit të gjuhësor dhe kulturor shqiptar, ka ardhur edhe urimi nga kreu i qeverisë, i cili ka theksuar rolin etik të gjuhës shqipe në formësimin e kombit. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, ai e ka cilësuar 22 nëntorin si dita që vullosi Shqipen, jo vetëm si kod gjuhësor, por një univers identiteti, mendimi dhe kulture. Ai është ndalur tek rëndësia e gjuhës si ngjitësi më i fortë i unitetit kombëtar, duke theksuar se fjala shqipe vazhdon të ndërtojë historinë e një kombi që shpirti e ka te gjuha. Dita e alfabetit rikthen vëmendjen te roli historik i Kongresit të Manastirit, një kongres kombëtar i mbajtur nga 14 deri në 22 nëntor të vitit 1908, ku 50 delegat nga shoqëri, klube dhe organizata shqiptare u mblodhen për të zgjidhur një ndër çështjet më kyçe të kohës, unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Në këtë takim të jashtëzakonshëm i vlerësuar si një ndër momentet më themeltare të rilindjes kombëtare, u vendos përfundimisht krijimi i një alfabeti të vetëm, i mbështetur plotësisht në shkronja latine. Kongresi ngriti një komision prej 11 delegatësh, kur Gjergj Fishta u zgjodh kryetar, ndërsa antarë ishin figura të shquara të kulturës dhe arsimit shqiptar si Ndre Mjeda, Gjergj Qiriazi, Mithat Rashëri, Sotir Peci, Shahin Kolonja, Luiç Gurakuqi, Dimitër Buda, Buja Topulli, Nuri Vrioni dhe Grigor Çilka. Pas debateve të gjata dhe diskursit intelektual të asaj kohe, u arrit unifikimi i alfabetit, një vendim i shpejtë që u përhap në të gjithë rrethat shqiptare dhe që brenda pak vitesh u pranua si alfabeti zyrtar i gjuhës shqipe, në formën që përdoret edhe në ditët e sotme. Kongresi i Manastirit nuk pati ndikim vetëm gjuhësor, por edhe politik e kulturor, duke shënuar një hap të madh drejt organizimit të arsimit shqip, forcimit të vetdijes kombëtare dhe përgatitjes së terrenit për lëvizjet e mëvonshme drejt pavarësisë. Vendimet e tij përbën një gur themeli në historinë e kombit, pasi për herë të parë shqiptarët u bashkuan rreth një standardi të përbashkët gjuhësor, i cili u shndërrua në simbol të unitetit dhe përkatësisë. Në këtë kontekst historik, urimi i kryeministrit Edi Rama vjen si një rikujtim për rëndësinë e gjuhës shqipe si shtylla më e fortë e identitetit kombëtar. Festimi i ditës së alfabetit këtë vit shënon jo vetëm ndërimin e figurave të rilindjes kombëtare, por edhe vlerësimin e rolit që gjuha shqipe vazhdon të luajë në ruajtjen e kulturës, historisë dhe trashëgimisë së shqiptarëve kudo nëpër botë.